ky nuk ngjan në kryeministër, ky ngjan në rrugaç. Dhe thash ky e solli në politikën shqiptare rrugaçrinë dhe neve shqiptarëve në shpërfaq si një popull që rrugaçrinë e pranon si diçka normale. Andaj edhe ky kështu sillet, edhe ky këtë që e thot, kështu e mendon, se ky është përbuzës ndaj popullit vet. Ky popullin e vet e konsideron si diçka të pavlerë, që nuk din, nuk mundet, edhe që në një farë mënyre ja ushqyen atje, ja ushqyen pjesa ata tash të quajtur intelektual që heshtën, ata që filluan të jargaviten të gjithë, që t'ju pëlqej edhe prapanica e tij që e shishin cullak në plazh, dhe thjesht e shqip ky solli gjëra perverse në politikë, perverse. Edhe që ajo elita që i pranoi si diçka normale, edhe normalisht që tash do i shaj kështu, edhe dua bëj atë punë që e thot. Edhe ua ka bë mendërisht, nëse e vlerësoni mirë, ky populli të vet ja ka bë këtë që i thot. Atë fë ju. Ja ka bë, këtë fën ja ka bë. Kjo ishte në Shqip, a e tha anglisht me gjithë atë forma. Kuptimi është ai, në fund të fundit. Kuptimi është ai. Edhe ky atë na i ka bë të gjithëve, sepse është tallur. Ky çfarë bëni, pikëspari? Ky Shqipërinë e shndroi në pronë të vet. Kush nuk e beson këtë, le ta shtetoj këtë librin me arkitektët. Edhe ky si sillet, i fton arkitektët e botës thuajse në pronën e vet. Edhe ju thët, ajde tash ndërtoni, ti këtu ndërtom një hotel, ti këtu ndërtom një hotel. Edhe çdo ti më shumë, ma mos përfillje të madhe, ndaj një populli, ndaj një vendi se kaq. Edhe këtu nuk është aq mëkatar ky rrugaç, kjo kafsh. Këtu mëkati qëndron te ata që nuk turproheshin ky ti përfaqësoj. Ndaj atyne akademikëve që ky përveshi i çonte atje, ju thoshte do të bësh kryetari i akademisë. Ndaj atyre mediave që u acaktonte kush do të jenë debatues, që edhe sot u acakton. Këtu qëndron problemi i Shqipërisë, nuk qëndron te ky. Ky është prodhim i këtij kazani. Ky është prodhim i një aleance qelpsirash që donin ta kenë Shqipërinë në dorë dhe që e morën në duar. Dhe ato qelpsira e vendosën këtë qelpsirë në krye. Ky është krye qelpsira. Edhe si i tillë sillet atë din, ky s'din tjetër. Ky rrugaç ka qenë rrugaç mbetet, rrugaç kudo që ti ta vendosish. Vetëm Shqipëria vendosi që këtë ta vendosi kryeministër. Edhe tani ua përcjell këto sharje, këto përbuzje. Ju thot ju s'jeni popull, se për atë është popull vetëm ata që e ndëgjojnë. Për atë s'ka shqiptar të mençur, ka vetë të huaj të mençur, ka arkitekt të huaj të mirë, ka politikan të huaj të mirë. A keni dëgjuar ky tanë karrierën e vet bëri çmos ta dëmtoj Kosovën për shembull. Ky flet për shqiptari. Rezolutën kundër gjenocidit serb nuk e aprovoi. Ky e dha në gjyq kryeministrin e Kosovës, që se ka bërë Serbia. Ka pas dikur një shprehje Edi Rama në